dhe i kanë dhënë kurajo gangsterëve shqiptar të kërcënojnë prokurorët e Spakut. Ky lajm është më i vlefshëm ky që po t'jap. Dhe këtë e kam sqaruar. Ti kujtosh prokurorit Spakut se ke 3 vajza, kjo i kalon kufit. Të prokurorit çështjes së Ballukut. Nuk ka rëndësi tani, unë po them këtë. Ti kujtosh prokurorit Spakut se ke 3 vajza. Ti çoj një prokurorit tjetër fotografinë e vajzës që studionte në Gjermani dhe ta ktheje në Shqipëri. Ne këtu as nuk kam bar, dhe as ja dim fare, zotja dim fare, për gangster të gjitha llojeve, edhe nga 500 vrasjet kanë bërë, domethënë. Këtu o do bëhet kjo punë dhe qeveria shqiptare të marrë përgjegjësi përsipër, ose po drejtohemi pasaj edhe për ndihmë ushtarake dhe policore nga jashtë, por ne drejtësinë do ta vëmë këtu. Prandaj them, kryeministri të dalë të pronësohet edhe për gangsterin që ka kërcënuar, edhe për rastin fjalë, edhe për qëndrimin e qeverisë shqiptare në lidhje me raportet që kemi me veten, me drejtësinë, me ligjin, po dhe me partnerët ndërkombëtar. Këtë e kam shumë të rëndësishme. Kupton? Në këtë rast e përgëzoj prokurorin, me që jam plotësisht informuar, jo i mirë informuar, por plotësisht informuar, e përgëzoj prokurorin dhe na ka mbështetje deri në fund. Në përballje për drejtësi. Po kështu i bëj thirrje forcave policore të bëjnë detyrën e tyre. Operacionet policore duhet të jenë të depolitizuara, siç janë bërë në kohën e Artan Ditit. Në atë standard. Nuk ka as leje nga ministria, as nga kryeministri kur ka operacione policore. Nëse duan që të jenë në krah të ligjit dhe jo të jenë pasaj nesër përballë ligjit. Kur këto informacione dalin nga goja ime, mendoj që ata duhet i marrin seriozisht. Avokat, një denoncim të tillë të përafërt e ka bërë dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se Edi Rama ka kërcënuar prokurorin e Spakut që ka çështjen e Ballukut, duke i thënë se si guxon ai të prek pasaportën e zëvendës kryeministres së Shqipërisë. Në këtë rast, heshtja e kryeministrit Edi Rama tregon që është kundër Spakut apo kërkon që Spaku të bëjë punën e tij? Të dalit prononcohet me vepra, jo më me gjysma fjalësh, në çfarë raporti është me organin e akuzës speciale. Pra, këtë po them dhe unë. Berisha do të flasë diçka që mund të qëndrojë për hir demagogjisë, se Berisha mban përgjegjësi vetë për kërcënimet që ka çuar pafund Spakut si strukturë, denigrimet që ka bërë si strukturë dhe kryetarit saj dhe çdo prokurori dhe gjykatësi që janë marrë me çështjet e tij. Berisha ta qepi mirë atë gojën e madhe që ka dhe të rrihet përgjigjet para drejtësisë si Çeça. Është kryetari i PD-s, nuk ka asnjë imunitet dhe asnjë të drejtë që ta trajtojë Spakun me dy standarde. Kur i leverdis atij ta mbroj, kur nuk i leverdis atij ta denigroj. Dhe ka konflikt interesi total. Është objekti i Spakut dhe për atë është krijuar Spaku, për këtë që është tani, që menduam që zoj vite dita, po jeri dita këtij, dhe për gjithë tjerët që kanë qeverisur, duke mos lënë kusur financat publike, po dhe drejtave tona. Se vetëm financa, po dhe drejtave tona. Nuk kemi dhe drejta të liri politike. Se po të kishim liri politike, ky lloj koteci nuk do kishte vetëm 2 këndez. Një Rame, një Berish. Dhe janë bërë për faqe të zezë që po i qeshin dhe tyre tani. Unë mendoj që ky duhet dali si kryeministër, si person e mos dali kur, si kryeministër dali të sqaroj raportin e tij. Unë me aq sa kam atë mundësinë time, partnerët i kam njoftuar, ndërkombëtar, pavarësisht që Spaku ka lidhjet e veta direkte, ka informacione, por zërin do ta ngrem. Do ta ngrem edhe në Kongres, edhe në Senat, nëse këta nuk do reagojnë, edhe në të gjitha gazetat e mëdha ndërkombëtare. Këtu po e njerëz, këtu s'po e kemi më, këtu na u bolle kështu tani si zakon, se po themi si ves, i bie që po tallen pastaj. Po nuk bë zakon kjo punë.
këtu ta ngrem zërin, edhe këtu bashkë kur jemi një tjetrin, unë prandaj vlerësoj këto intervista se janë jo skematike. Pra ne jemi të lirë të bisedojmë më gjerë, të shkojmë deri në fund, dhe jam i bindur që nuk jeni ndikuar. Pra, jeni, po ta shifni dhe vetëm, intervistat dhe kanali juaj po merr audicion gjithmonë më të madh. Në ca moment caktuara, më shumë se televizionet që kanë ndërtesa disa kaçe. Edhe ju dhe unë dim në çfarë kushet ju punoni, po nuk ka rëndësi. Ka rëndësi që misionin po ngrini nivelin e misionit. Dhe misioni kërkon vetëm integritet. Në këtë moment. Kësaj lloj mediave që ju po krijoni. Pastaj po të kaloni në spektakle, ku ta diun, bukurie e tjera është tjetër gjë, po deri në moment ju i jeni përkushtuar të vërtetës. Prandaj quheni Agora News. Pikërisht për do lajmin. Hapësira e diskutimit dhe debatit. Patjetër. Dhe kjo ka shumë rëndësi kur e themi. Avokat, nisur nga heshtja e Edi Ramës sa i përket çështjes Balluku, a mendoni se ka pasur mes tyre përplasje teksa flitet që do duhet i referohem sërish kreut Partisë Demokratike Sali Berisha se mes Ballukut dhe Edi Ramës ka pasur përplasje sa i përket lëvizjes së fundit të SPAK-ut, ku kjo e fundit i ka thënë që unë i heq rrobat e gruas dhe vishem si burr. Në këtë rast çfarë po luhet? Tani unë nuk e di, Sali Berisha më thotë një me kënga 2 ka bashkëpunuar më shumë. Si ka bashkëpunuar, po me kënga 2 ka bashkëpunuar më shumë. Po. Edhe po bashkëpunon akoma, se po hesin ndërtime disa kullave, disa kompanive që janë shumë afër me të. Tani, do të thënë, i bie që unë të bie nivelin e mund nokës të i referohem atij. Është mirë që ky person, non grata dhe për ta që janë mira kilometra larg nesh, mendo si duhet jetë për ne. Duhet ky person të ketë një braktisje nga njerëzit tu një. Dhe pastaj ti tregojmë edhe këtij tjetrit që është bërë ekuivalent me Berishën, që nuk prononcohet. Prandaj po them, ai duhet prononcohet. A mendoni ju që ka pasur konflikte? Ata mund të shkojnë si vaj me uthull në base, shumë mirë. Por unë di, them, nga çfarë po flas, me brenda dhe e Shqipërisë, ky moment po i kushton shumë imazhit qeverisë shqiptare. Dhe për këtë duhen prononcime të sakta. Në këtë rast, çfarë do të kjo gjë më e mirë do të ishte qeveria shqiptare të arrestojë hapur fare me SPAK-un. Ta konsideronte partner. Që do të thotë të shkarkojë nga Ballukun. Të bëj çfarë dojë. As më intereson fare se kush është. Të bëj çfarë dojë. Ti hapen dyert e qeverisë SPAK-ut dhe për të gjitha nga fillimi në fund të kemi bashkëpunim. Po nëse do të jetë kështu, atëherë unë personalisht i them shqiptarëve mos paguani asnjë taks. Në këtë rast çfarë do duhet bëjë qeveria? Zotëria na i lët taksat, na i konsideron kumbulla dhe na i çon atje dhe na i marrin, na i shpërndajnë e na fuqizojnë gangsterët dhe na vrasin e prokurorët. Kupton? Asnjë taks. Mos bile civile, po jo nga Sali kriminali, po nga ne njerëz të thjeshtë. Asnjë taks. I detojmë popull shqiptar. Po nuk pati drejtësi, asnjë taks. E ka të gjithë sistemin, nga specialisti, deri po shkova tani puna, deri ke ministrat që vjet kanë rrjesh zinxhir. Kusur nuk po i loti populli, po arrijevin lëkurën për zgjalli. Asnjë taks. Asnjë taks, më në absolute jo. As për bashkin, as për këto, se bashkia i dut, qeveria i dut. Këtë mbajmë ne, sklepër tyre jemi ne. Ky është zëri protestës time. Dhe ta çoj kokën atje, mos mësi struc atje, ta çoj kokën edhe të pranoj dhe fajt, edhe nëse është nevojshme t'japi dhe me të reqe.
Unë kusuar të kërkoj Kerama. Imazhi i qeverisë ti është në tokë. Është për tokë. Pastaj di vetaj si ka konfliktet brenda. Sa veta janë gëzuar për të punën, sa janë gëzuar. Unë flas si shqiptar, nuk flas si pjesë palë interesuar në politikë. Se u lirohet tani. Nuk na lanë të bëjmë diçka në politikë, po ta bëjmë kështu nga rruga. As i taks. Në këtë rast, cila duhet të jetë lëvizja e kryeministrit Edi Rama në raport me Belinda Ballukun? Do duhet i kërkojë asaj që t'jap dorëheqjen apo ta shkarkojë nga posti i zëvendës kryeministrit? Edhe analiza qeveritare duhet ishte bërë publike. Nëse ka qeveria është mbledhur apo jo? Ka analiza apo jo? Unë të mësoj atë. Sa i na jep mendën e juristave. Se kujton zotëria se ne rrim. Çfarë do thot ai, ta gëlltisim çfarë thot ai. Nuk ka nevojë të bësh 2 metra për të mësuar të lexosh, e të kuptosh. Ka mësuar që të 4 vjeçur të shkruaj diçka të lexoj. Duke qenë 1 metër e pak. Unë mendoj këtu është serioze. As i taks nëse ky person nuk merr masat e duhura.